këtë edicion do të ndiqni. Protest me kërkesa urgjente për mbrojtjen e grave në Kosovë. 219 maturant nga Gjakova i nënshtrohen nesër afatit të dytë. Donjeta Sadiku e stolisur më arë, zhduket boksierja serbe. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka mbajtur protest me moton vrasja grave të trajtohet si urgjencë kombëtare. Protesta ka filluar nga sheshi Zahir Pajaziti në Prishtinë. Me pankartën në dorë e nisën marshimin, kolektivi për mendim dhe veprim feminist mbajti protestën në Prishtinë për çështjen e vrasjes së grave që të trajtohet si urgjencë kombëtare. Protestuesit kanë marshuar nga sheshi Zahir Pajaziti deri te ndërtesa e qeverisë së Kosovës. E para ndërtesës, përfaqësuesja e kësaj organizate theksoi se nga e njëjta dorë po dhunohen edhe burrat. Krejt kjo vjen prej dhunës patriarkale që ushtrohet përmes dorës së burrave. Prej të njëjtës dhunë mashkullore përdhunohen edhe burrat, siç na boi ditën përmes lajmeve që në burgun e Dubravës 3 burra dhunuan një burr tjetër. Këto fragmente mund doken që s'kan lidhje me njëna tjetrën, po në fakt burojnë për të njëjtit sistem e të njëjtës logjik që ra përdhunon e vret. Hyseni kishte edhe një kërkesë për qeverinë. Ne kërkojmë prej këto trajtim të sigurisë së grave si çështje me urgjencë kombëtare dhe si aspekt kyç i sigurisë publike. Ne kërkojmë që kjo qeveri të krijojë një njësi të specializuar për parandalimin e femicidit në nivel ministror. Përgjegjësi institucionale dhe funksionalizim të mirëfillt të zinxhirit institucional, që parandalon femicidin duke përfshirë këto qendrat për punë sociale. E pranishme në protestën kundër vrasjes së grave ishte dhe Vasfie Kasniqi, si dhe familjar të Jetlira Foniqit, gruas shtatzën që u vra para disa dite në Malishev. E për të njëjtën temë, avokatja Jetlira Avdiaj tregoi nëse institucionet po ndërhyjnë në kohën e dur rreth këtyre rasteve. Vrasjet e grave në Kosovë në shumë raste të paraprira nga dhuna në familje vazhdojnë të mbeten një prej fenomeneve më shqetësuese në vend. Ndër vite dhuna ka përfunduar edhe me pasoja fatale, sipas të dhënave të raportuara së fundmi. Nga viti 2010 deri në gusht të këtij viti, në Kosovë janë vrarë 62 gra nga familjarët. Në disa prej rasteve të së kaluarës, viktimat kishin kërkuar ndihmë apo kishin pasur urdhra mbrojtës, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si institucionet i vlerësojnë dhe trajtojnë rastet me rrezik të lartë. Për këtë çështje na flet avokatja Jetlira Avdiaj. Është të bashkë në lloj përplasje mes ideve dhe mentalitetit të njëtë kalume që i përgjigjet për kohës paraluçe dhe asaj pasluçe me një të ardhme që është hala e paqartë për gjeneratat e reja. Ashtu që ka mos përputhje mes gjeneratave, që edhe mana gjeneratet, kjo ka më shkaktuar edhe probleme që nuk i përgjigjen vetëm dhunës ndaj grave dhe vrasjes grave, por i përgjigjen edhe dukurive që kriminale, të cilat shkojnë duke u shpeshtuar. Një për tyre duhet me përmend patjetër është edhe braktisja e fëmijëve nga prindërinj. Vrasja e grave ka të bëjë konsideroj që i përgjigjet më shumë një mentaliteti që është pjesërisht mbi bazën e një shoqërie të mbyllur patriarkale dhe një mentaliteti që është duke u përgjigjur një frymë fetare në të cilën nuk mundet me bosh kpuqjet për një hershme. Pas rasteve tragjike, avokatja Jetlira Avdiaj tregoi nëse institucionet po ndërhyjnë në kohën e duhur para se një rast i dhunës të shndrohet në një tjetër tragjedi. Më shumë se sa ndryshime në ligj kemi nevojë për përgatitjen të kuadrit të profesionist për kaq që i trajton rastet e dhunës në familje, rastet e viktimave të dhunës në familje, jo vetëm dhunë në familje, që i trajton në mënyrë adekuate dhe në mënyrë e duhur ashtu që të ndikojnë në parandalimin e tyre në të ardhmen. Dhuna në familje është një diçka që nuk mund të jetë aty për atyshme. Rastet e viktimeve të dhunës në familje që përfundojnë edhe tragjikisht në vrasje nuk janë aty për aty, por janë diçka që kanë burimin me vite më herët. Kjo duhet më trajtuar rrënjësisht, nuk mund trajtuar vetëm koha ndodhe dy vrasjet e grave, tash po trajtojnë vetëm këto.
Po rënjësisht duhet me trajtuar në aspektin shoqëror dhe nga ka bërimi kjo. Prandaj përveç ndëshkimit të kryerësve, mbetet thelbësore që mekanizmat e mbrojtjes, policia, prokuroria dhe gjykata të reagojnë me kohë dhe të vlerësojnë seriozisht rrezikun ndaj viktimave. Boksierja kosovare Donjeta Sadiku ka fituar medaljen e artë në lojrat mesdhetare Taranto 2026, duke mposhtur serbën Kristina Kuluhova. E artun gjit në ring dhe podium. Boksierja kosovare Donjeta Sadiku është shpallur kampione e lojrave mesdhetare Taranto 2026, duke e dedikuar këtë sukses shtetit e Kosovës. Këtë medalja dedikoj gjithë Kosovës, urime Kosovë. Këtë medalje the edhe marrë që unë kam thonë në intervista marrë që nuk jam me vetë kënaq vetëm me të brëndstën, kam ardhur që me ngrit flamurin e Kosovës sa më lart edhe me u ndëgju himni, kështu që çka kom fole kom arrit dhe jam shumë e lumtur. Sadiku bëri një paraqitje të jashtëzakonshme në finalen e kategorisë deri në 60 kg, duke mposhtur boksierën serbe Kristina Kuluhova. Kosovarja e dominoi meqin dhe në raundin e dytë e detyroi kundërshtaren të dorëzohej, duke siguruar kështu medaljen e artë për Kosovën. Donjeta foli edhe për të ardhmen. Tash synojmë kampionatin evropian, po besoj shumë që nga medalja e bronzë momentale që kam nga kampionati evropian ta kthej në are. Në rrugën drejt finales, kosovarja mposhti turkën Esma Nurlok në çerek finale, ndërsa në gjysmëfinale ishte më e mirë se grekja Sofia Legaki. Fitoria u festua edhe nga atletët e tjerë kosovar, të cilët ishin në mbështetje të Sadikut gjatë finales. Në ceremoninë e ndarjes së medaljeve, boksierja serbe Kuluhova nuk u shfaq fare në podium. Kalendari javor në Kino Yri Johana sonte nis me filmin Spa Weekend për të vazhduar me premierën The Dog Stars. Nga komedia të aventura, nga animacioni të horrori dhe produksionet fantastiko shkencore, Kino Yri Johana e kthen këtë javë ekranin e madh në adresën kryesore të adhuruesve të filmit. E premtja nis në orën 18 me komedinë Spa Weekend. Për t'ja lënë në radhën në orën 20, premierës The Dog Stars, një histori post-apokaliptike, ku mbijetesa, besnikëria dhe lidhja mes njerëzit dhe qanit bën pjesë e një aventure plot tension. E shtuna nis me shfaqjen e filmit Tom and Jerry në orën 13, pastaj vjen filmi Hoppers në orën 15, ndërsa në orën 17 publiku mund të ndjek filmin që ka thyer çdo rekord shitje, Spider-Man Brand New Day. Për adhuruesit e horrorit, mbrëmja rezervon Insidious në orën 20. E diela sjell magjinë e animacionit, duke nisur në orën 13 me Lilo and Stitch, për të vazhduar në orën 15 me Toy Story 5. Në orën 17 premiera The Dog Stars, ndërsa në orën 20 dita mbyllet me Spa Weekend. E hëna sjell një tjetër kombinim të filmave të shumëpritur. Programi nis në orën 15 me Spa Weekend, vazhdon në orën 17 me The Odyssey, ndërsa orari javor mbyllet në orën 20 me Spider-Man Brand New Day. Maturantët e komunës së Gjakovës nesër do të kenë edhe shansin e dytë që të performojnë më mirë në testin e maturës. Nesër do të mbahet afati i dytë i testit të maturës për të gjithë maturantët që nuk kanë arritur të kalojnë testin në afatin e parë. Në Gjakovë, sipas të dhënave të konfirmuar nga Drejtoria Komunale e Arsimit, në këtë afat do të marrin pjesë 219 maturantë. Testimi do të zhvillohet në 2 qendra, në gjimnazin Hajdar Dushi dhe në shkollën e mjekësisë Hysni Zajmi. E drejtori kësaj shkolle bëri të ditur se gjithçka është përgatitur dhe qendra është gati për të pritur maturantët. Testi maturës për këtë vit, për afatin e dytë, afatin e kushtit, bëhet nesër me datën 29 gusht 2026. Shkolla jonë është përgatitur për mirëmbajtjen e testit maturës. Nesër i kemi 8 salla të nxënësve, ku përfërsisht janë 105 nxënës, të cilët në shtrohet test maturës për afatin e dytë. Shkolla është e përgatitur, klasën të përgatitura, letrat i kemi qitë edhe sallat, edhe emrat të nxënësve në për të gjitha klasët, do thotë çdo gjë është e përgatitur që nesër në ora 10 të fillon testi maturës. Testi maturës do të mbahet nesër, duke filluar nga ora 10,
ndërsa maturantët duhet të përmbahen udhëzimeve dhe rregullave të përcaktuara për procesin e testimit. Nxënësit kosovar do t'i kthehen bankave shkollore me 1 shtator. E rreth këtij procesi, i pari drejtorisë arsimit në Gjakov, ndër të tjera tha se janë ndërmarrë të gjitha masat. Kanë mbetur edhe pak ditë deri me 1 shtator, kur nxënësit në Gjakov do të rikthehen bankave shkollore. Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, përgatitjet në institucionet arsimore janë drejt përfundimit. Komuna e Gjakovës ka bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të mbarë të procesit mësimor, me të gjitha aspektet e infrastrukturë, për përgatitje me konkurset, me regjistrim të fëmijëve, me të gjitha çaj përket komunës së Gjakovës. Përveç gatishmërisë së shkollave, vëmendje këtë vit i kushtohet edhe numrit të nxënësve, veçanërisht atyre që për herë të parë do të ulen në bankat shkollore. Sa përket numrit, është e vërtetë se është trend i keq në përgjithësi në nivel Kosovës. Në klasën e parë kemi rrëmjet e numrit, paraqërisht është 120 fëmijë. Për momentin që të regjistrojmë më pak, por pritet që do një fëmijë të regjistrohet në apatet të cilat fillon viti i ri shkollor, sepse kemi pas raste kur ngrit numri dhe dele rezultate më smija nga shkollat që është me datën 9 shtator, numrin e saktë nuk e di. Mirë po deri më tani kemi 120 të diçka më pak se vitin e kaluar. Ndërsa viti i ri shkollor sjell edhe sfida të reja, Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakov thotë se prioritet do të jetë rritja e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit, forcimi i disiplinës nëpër shkolla dhe zvogëlimit të numrit të mungesave. Për ta kuptuar më shumë këtë proces, ekipi ynë ka vizituar njërën nga shkollat e qytetit, e se për cilën shkollë bëhet fjalë edhe për përgatitjet ndjeki materialin në vazhdim. Kanë mbetur edhe pak ditë nga 1 shtatori, data që shënon fillimin e vitit të ri shkollor 2026-2027. Në shkollën fillore Mustafa Bakia, përgatitjet e fundit janë drejt përfundimit për të mirëpritur nxënësit në bankat shkollore. Drejtoresha e shkollës ka konfirmuar se objekti dhe stafit teknike mësimor janë plotësisht gati për procesin e rregullt mësimor. Si vjet kemi 8 paralele të klasëve të para. Përgatitja në përgjithësi ambienteve të shkollës është në nivelin e dur, jemi gati për 1 shtator. Numri total është 195 deri tash në klasën e parë, ndërsa në parë shkollor është 69. Presim që të ketë edhe regjistrime të tjera, sido që të jetë është një numër i kënaqshëm. Drejtoresha uroi që ky vit të jetë i suksesshëm dhe i mbarë për të gjithë. Urojmë të gjithë fëmijëve sukses, që ngjiten për të parë në klasat e para në shkollat e shkollës tonë, dhe uroj që të gjithë prindët keni bashkëpunim sa më të afërt me shkollën për një sukses dhe një të mirë të fëmijëve të tyre. Me bankat e gatshme dhe ambientet e rregulluara, shkolla Mustafa Bakia pret vetëm tingullin e zilës për të filluar vitin e ri shkollor. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vjem. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një artitull kryesor të këtij edicioni. Protest me kërkesa urgjente për mbrojtjen e grave në Kosovë. 219 maturant nga Gjakova i nënshtrohen nesër afatit të dytë. Donjeta Sadiku e stolisur më arë, zhduket boksierja serbe. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.